diskutimet që bëhen. Jo, fund. Zgjidhim ne luftën e Jo, nuk po e zgjidhim ja. Unë po të flas për kontekstin. Për kontekstin. Bën trojë që 2 vjet emision për Ukrainën, por nuk zgjidhet gjë. Hajde flasim për këtë dhe të bëhemi serioz. Po pikërisht për të qenë serioz për këtë. Për të qenë serioz, flasim për këto hallet tona sa në momentin që shpërthejnë raketat dhe bombat mbi Iran, ne s'do të flasim për zgjidhje. Në momentin pra që shpërthejnë. Ora ka 2 vjet bëjmë emision për Ukrainën, s'ka zgjidhje gjë, do flasim për zgjidhjet tona. Më dëgjoj një sekond se mbasi do ndryshosh mendim. Më dëgjoj një sekond. Po tentoj të ndryshoj këndvështrimin tënd. Në momentin që shpërthejnë bomba dhe raketa jo më larg se 2 orë me avion që këtej, zonja Vokshi, e cila na dëgjon, por nuk na shikon, ndërkohë që ishte në lidhje drejt për drejt me ne, zëri i saj pra nuk dëgjohet. Në botën e milingonave një copkek është gjithë bota. Për ne të cilët jemi në këtë skaj të skajshëm të Ballkanit apo të Evropës. Do të thonë kjo gjë është etike. Jo, unë po tentoj të them një të vërtetë e cila është shumë e trisht. Edhe raporti i Kijes, edhe raporti i pritshëm i OSB Odirit, në këtë kohë do të ketë shumë pak rezonim, por ka mbaruar kjo histori. Rama ka fituar zgjedhjet. Me zvarrit nga OSB Odiri. Maksimumi asaj që do të ndodh është, dhe gjithë aksioni i opozitës në këtë drejtim po shkon, të tentoj ta delegjitimoj sa më shumë që të jetë mundur këtë proces, por kjo histori ka përfunduar, ka mbaruar për fat keq. Ne tani duhet të diskutojmë çfarë ndodh nesër. Të njëjtën gjë po të marr seancën e parë të parlamentit të 91-shit, eksakt të njëjtën gjë thoshte Xhelil Gjoni. Jo, shikoj tash se ka drejt ka mbaruar se Odiri certifikimin e zgjedhjeve, se dhe pyetja që bëri Ornela Albana, po të vendos KQZ-ja çfarë të them unë. Nga momenti që ne vazhdojmë të kemi bindjen që në Bruksel ngrysen duke pritur sa të gdhin në Washington. Ora të keni bindje tonë ti vet, ke bindje për si? Do të ta them sërish atë gjë që ta kam thënë ditë mbas dite sa herë që më ke thënë. Zgjedhjet ishin konkurruese, por jo të barabarta. Kryetari i opozitës, mëtojnë si për postin e kryeministrit, nuk konkurroi me një kryetar partie, siç do të duhet ishte Edi Rama, po konkurroi me kryeministrin dhe me gjithë aparatin shtetëror që e ndiqte atë pas. Kjo është njëra gjë. Që zgjedhjet nuk ishin të barabarta që në start. Qoftë edhe për shkakun që liderët kryesorë të opozitës, duke nisur me Sali Berishën, duke vazhduar me Ilir Metën, i cili ishte në burg, në një masë arresti e cila ishte dukshëm dhe vazhdon të jetë në burg. E te kaluar mbi të gjithë atë mas normale të cilën e pranon Evropa. Është qartë, bushat. Të gjitha këto janë pjesë të një puzzle shumë herë më të madh. Në ofertën e vetme që kishin shqiptarët për të zgjedhur ndërmjet Sali Berishës dhe Edi Ramës, dukshëm ata zgjodhen jo zgjidhjen më të mirë të mundshme, po të keqen më të vogël sikundër ata e diskutonin. Një pjesë e madhe e tyre edhe refuzuan. Dhe kjo është një histori e përfunduar. E gjithë ajo që po bëhet, për fat të keq unë e shikoj edhe si një reakcion të asaj çka nuk u bën në 2021-shin. Pra nëse ju kujtoni çfarë filloi të thoshte Sali Berisha mbas shtatorit të 2021-shit kur e përjashtuan nga Partia Demokratike, pra duke kundërshtuar ai. Pa barabarta, po ne flasim kot. Që ta mbyllim. Për fat të keq, kjo botë të cilën ne jetojmë nuk është as e drejtë as e ndershme. Zgjedhjet tona në këtë pjesën tonë kaq të vogël, kaq modeste që na ka rënë për hise të jetojmë, janë pjesë e kësaj bote të pandershme dhe të pabarabartë. Bushat. Ku secila palë ka
pjesën e vet. Dhe unë sërish do të insistojë. Fjalën mbushatës që kërkon më shumë standarde dhe ka pritshmëri të tjera. Patjetër, sepse ajo unë nuk po të them çfarë jam unë dakord. Ajo që unë po të ftoj, e di që nuk ndryshon në sekundër e pohon edhe bushati, është që sot më shumë se kur, në një vend të vogël dhe modest si Shqipëria, përballë standardeve kërkohet stabiliteti. Dhe stabilitetin, mirë apo keq, duket se e afron Edi Rama. Dhe do të vazhdoj kjo statu quo edhe për një kohë të pacaktuar. E qartë. Sa kemi Bushat.